Lista e vendeve europiane që sapo u është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar kufizime të reja për imigracionin që prekin udhëtarët nga disa vende europiane. Një veprim që vjen në kuadër të tensioneve të larta politike mes Washingtonit dhe Bashkimit Evropian, por edhe në kuadër të qëndrimeve dhe të situatës politike në shtetet respektive, shtete shumë larg me qëndrimet e administratës Trump. Vendimi vjen pas mosmarrveshjeve në rritje mbi politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë edhe përpjekjen e përsëritur të presidentit Donald Trump për ta vendosur Grenlandën nën kontrollin amerikan. Ky propozim ka tërhequr kritika të ashpra nga udhëheqësit evropian dhe ka tensionuar aleancat e vjetra. Tensionet politike po arrin pikën e vlimit. Mosmarrveshja për Grenlandën nxit pasoja ndërkombëtare. Tensionet jashtë Amerikës u përshkallëzuan, pasi presidenti Trump vendosi tarifa të reja ndaj disa partnerëve evropian, në përgjigje të rezistencës së tyre ndaj propozimit të tij për Grenlandën. Përfshi këtu Francën, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Danimarkën, e cila mbikëqyr Grenlandën si një territor gjysmë autonom, që e kanë kundërshtuar publikisht idenë amerikane për Grenlandën. Nuk ka kthim prapa, ka thënë presidenti Trump, duke shtuar se ky veprim është i domosdoshëm për të ardhmen dhe për sigurinë kombëtare amerikane. Por pse Shtetet e Bashkuara vendosën dhe firmosën ndalime të reja të hyrjeve në Amerikë, si pjesë e një goditje më të gjerë ndaj imigracionit, administrata Trump ka zgjeruar kufizimet e udhëtimit dhe imigracionit për qytetarë nga 75 vende në mbar botën, përfshirë disa vende në Europë. Zyrtarët argumentojnë se masat janë të nevojshme për shkak të shqetësimeve në lidhje me procedurat e pamjaftueshme të shqyrtimit të vizave, tejkalimet e vizave, dokumentacioni civil i paplot, rreziqet të terrorizmit nga këto vende, bashkëpunimi kufizuar në pranimin e shtetasve të deportuar, pozicionime dhe praktika politike që bien ndesh me administratën Trump. Shtëpia e Bardhë pohon se politika është e përqendruar në forcimin e sigurisë kufitare në vend për të ndëshkuar rajone dhe shtete të veçanta, apo të synuara. Reagimi ndaj njoftimit është ndarë ndjeshëm. Mbështetësit e administratës thonë se ky veprim përmbush premtimet e fushatës dhe i jep përparësi sigurisë kombëtare. Kritikët, megjithatë, paralajmërojnë se mund të dëmtoj familjet, të dëmtoj rrugët ligjore të imigracionit dhe të shkaktoj sfida të gjata gjyqësore. Por këta të fundit harrojnë se përgjegjës i parë për ata shtetas të huaj në Amerikë është shteti i tyre, dhe nëse Amerika vendos të mbyll rrugët e migracionit, shtetasit e huaj mund të kthehen pranë familjeve të tyre dhe shteti i tyre të kujdeset për ta. Disa vëzhgues kanë ngritur gjithashtu shqetësime në lidhje me ndikimin e mundshëm në ngjarjet ndërkombëtare, veçanërisht për Kupën e Botës në futboll, të cilën Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika do ta organizojnë së bashku. Komentuesit, përfshirë gazetarin Piers Morgan, kanë hedhur idenë që kombet europiane të rishërtojnë pjesëmarrjen në Kupën e futbollit, nëse tensionet tregtare dhe të udhëtimit vazhdojnë. Mendoni se shqetësohet administrata Trump për këtë? Asfare, përkundrazi. Çfarë nënkuptojnë në të vërtetë kufizimet për udhëtarët? Sipas zyrtarëve amerikan, politika synon kryesisht individët që kërkojnë imigracion të përhershëm përmes sponsorizimit dhe ata që konsiderohen të varur maksimalisht nga ndihma financiare publike. Turistët dhe udhëtarët e biznesit që aplikojnë për viza të përkohshme jo imigruese në përgjithësi nuk preken, megjithse kjo ndryshon sipas vendit në çdo rast. Bëni kujdes. Vetëm një numër i kufizuar kombesh përballen me një pezullim të plot udhëtimi, gjë që do t'i pengonte qytetarët të hynin në Shtetet e Bashkuara për turizëm ose ngjarje të rëndësishme si Kupa e Botës në futboll. Vendet europiane të prekura nga pauza e imigracionit, pra kombet europiane që aktualisht i nënshtrohen një pauze në përpunimin e vizave të imigrantëve janë Shqipëria, Bielorusia, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Moldavia dhe Mali i Zi. Ndërsa kritikët argumentojnë se politika mund të ketë pasoja të rënda humanitare. Mbështetësit këmbëngulin se është një hap i nevojshëm për të mbrojtur interesat kombëtare amerikane. Pse është edhe Shqipëria në këtë listë? Për shumë arsye, që janë derivate të shkakut kryesor, që është qeveria kartel në krye të shqiptarëve për 13 vite. Duke arritur këtu që një antar i NATO-s nuk i lejon shtetasit të antarit tjetër të NATO-s të imigrojnë dhe jo vetëm. Amerika, partneriteti strategjik, i dha një grusht të fuqishëm shqiptarëve, për shkak të kryeministrit dhe qeverisë që kanë në krye. Një qeverisje që e ktheu Shqipërinë në Kolumbinë e Europës mes trafiqeve, në vendin ku paraja e pist ka shkatëruar ekonominë familjare. Një shtet që kërkon të integrohet në Europë, por është i zhytur në korrupsion dhe krim nga kupola qeverisëse deri tek nënpunësi i fundit. Stop vizave vendit që në një dekadë janë larguar 1 milion njerëz, apo 32% e popullsisë, teksa nuk është në luftë. Kush e di se çfarë të zeza të tjera e presin Shqipërinë dhe shqiptarët nën pushtetin e rilindasve Mavi dhe Ramës që e shikonte Trumpin si rrezik për botën. Dhe realisht Trumpi do të jetë rrezik i madh për Shqipërinë dhe botën.
derisa të zhduken edhe komunistët dhe trafikantët e fundit, dhe derisa popujt të zgjohen për të ndryshuar qeverisje. Deri atëherë, masa do të jenë edhe më drastike. Goodbye America. Mast Channel. Please subscribe.